Shumë nderuar, mirë se erdhën në Përballje Podcast. Unë jam Muhamet Harullah. Sot do të flasim për një temë shumë interesante që ka ndodhur jo vetëm gjatë vikendit, javëve të kaluara apo muajve të kaluar. Ka të bëjë me daljen në tregun e lirë me dhe përgjithësisht kompanitë që kanë mbi 50 punëtor është kërkuar që të dalin në treg, bën marrëveshje. Kjo ka kriju pakënaqësi të shumta, reagimin e shumë modave ekonomike në Kosovë, bizneseve dhe korporatave. Sa i përket shtyrjes, kërkesave, problematikave, sfidave. Andaj për të diskutuar për këtë temë, ku janë çështjet kryesore, do flasim me zotin Hamdim Malusha nga kompania Evro Target dhe Kick XXL, ku do të flasim për këto çështje që kanë ndodhur. Zoti Hamdim, mirë se erdhe. Zoti Malusha, ju keni dy kompani të cilat ju ka prej kjo çështja që ka të bëjë me daljen në tregun e lirë të dhe marrëveshjet që është dashur me bë. Por keni pas gjithashtu reagime të shumta. Për publikun nëse mund pak me diskutu komplet problematikën. Pse erdh puna deri këto? Shive, unë për shoh edhe për komenteve, për qasjes edhe të njerëzve me kompetencë të pozitave, nuk e kanë të qartë, nuk e din që është liberalizimi. Ne para 15 vjetëve kemi themelu kompaninë Evro Energi. Edhe pothuajse me qëllimin e konsulencës në tregun e Evropës juglindore, ke marrë mbështetje prej agjencionit austriak ADA, edhe kemi bo disa studime për sekretariatin për energjinë Vjenë, kemi bo praktikat më të mira të Evropës qendrore, si shembull për Evropën juglindore. Edhe kemi dhonë atë studim, ja u kemi qutë të gjitha zyreve të regionit. Po, edhe zyrës regulatore në Prishtinë. Është sfidë, liberalizimi i tregut energjetik është sfidë edhe për shtetet e mëdha, nuk e kanë liberalizuar hala krejt shtetet e Evropës qendrore, për shkak të përgatitjes së tregut. Përgatitja e tregut, domethënë kur e kemi ndëgjuar si fjalë viteve 90 që privatizu rrymë. Nuk na ka kap qysh. Kjo, për me përkthy pak ma në këtë gjuhën tonë popullore, është privatizim i rrymës. Domethënë sipas direktivave evropiane, paketa e tretë, që na jemi pjesë e EU-s në sektorin energjetik përmes Evropës juglindore, kemi obligime dhe kemi harmonizim. Jemi antar të Traktatit të Athinës. Kosova veç i ka obligimet për energjitë e ripërtërshme, për energjitë e fosileve, për të gjitha. Mirë po, këta kanë bo pa përgatit tregun, sepse kërkesa do t'ishte me arë pi bizneseve. Bizneset me kërku liberalizim tregut energjetik. Është një proces që ka nisë mati në Kosovë? Ka nisë... Sepse ka për shembull përshtypje që tash edhe kjo qeveria aktuale me cilën ka shumë pakënaqësi sa i përket kësaj dalja në treg pa përgatitje që do të flasim. Po në anën tjetër kjo çështje ka nisë në shumë moti është diskutuar në Kosovë. Unë jam gazetar moti, unë e di këtë temë ka ekzistuar, po ka ekzistuar si shumë çështje në Kosovë në ajër. Po, më shumë punu ndoshta në 2014, edhe ka ndajt dokument në raft. Kur s'është marrë, kërkush më me ato. 2016 është lobue për grupit interesit, edhe kanë katapultue në ligj, që është anomali e madhe, kur thot bizneset me ma shumë se 50 konsum. Dhe qarkullim? Ose qarkullim 10 milion. Tash kjo është ndarje që s'ka të bëj hiç me energjinë. Është anomali e madhe. Po deputetë tonë ashtu qysh i kanë bërë shumë punë, edhe këtë punë nuk e kanë hetu. Edhe jemi sot ku jemi këtu. Po, edhe me atë propozim të atëhershëm edhe të aprovuam 2016, i votuam parlament ligji për energjinë, domethënë për me përfshirje 60% të ekonomisë të Kosovës. Se 60% qysh e dim 60%? 60% është kompanitë që janë me ma shumë... A këtu planifikohet, domethënë është bërë analizë që del, me të punësume, me qarkullim del... Janë 60% e totalit. Po, ekonomisë Kosovës, po. është bërë jo profesionalisht, është bërë
qysh nuk ka ndodhur kërkun botë më bo një farë vendimi arbitër. Do më thonë, vendim pa e përgadit, me zero përgaditje. Janë 4-5 vetë që e kanë bo këtë punë, edhe nuk i kanë përgadit mbrojtja e konsumatorit. Akterët në treg kanë raporte të prodhusi, furnitori, rjeti, zëreja, janë një ndërmarrje madhe, edhe na kem pas edhe shans mirë me japru Kosovës si model për Evropën juglindore. E nuk e kam pranuar. Zoti Malusha, për shkak ndoshta me sharu për publikun edhe pak me bashk bisedu, pra është diçka që ka nis shumë aty, mirë po zbatimi filloi në gosht 2026. Ju e përmendët që kjo nuk është madje edhe në shtetet e Bashkimit Evropian, për të Evropës qendrore, nuk ka libera. Pra, është Kosova se ka arrit Hungaria, Rumunia, Çekia, pra nuk janë. Slovakia, nuk e kanë arrit liberalizimin. As vendet e Ballkanit, As njona. E qysh, do më thonë, jemi vendi parë në rajona, apo më thunë, Ne kem pas edhe liberalizimin, nemet liberalizimit e kem pas qysh ma herët Feroniklin edhe këta Sharcemin. Si shpenzus mdhaj, mi u qelë rrugë me gjithë energji ma lirë. Kjo ekziston edhe në bandet tjera të Evropës juglindore. Po liberalizim në thellësinë qysh e kanë bo tash? Këta nuk e kanë shtetet tjera. Nuk e ka as Ballkani. S'kan pas mundësi mu përgadit. Se qysh, dhe që do tash po du pak me ndole me diskutona bashkaresht, me shpjegu për shikuesit e telegrafit, për ballet podcast edhe lexuesve, qysh është puna na Kosova para kretë vendeve Ballkanit, s'po flas për ato që janë Bashkimin Evropian, me dalt part me testu këta. Po përfitimi është në pyetje, përfitimi material. Ndaj kujt? Kush përfiton këtu më shumë? Unë mendoj që përfiton KEC, sepse ka monopol tash me ligj. Dhe tash e ka në monopol natyror, sipas tregut rregullum, tash ka lënë në monopol i mbrojtur me ligj pej privat. Çka kanë bëu këta? Badje shumë praktik është kjo. Qysh mi kon në mbrojtjen ligjore? Edhe ka pas një regulativ. Dhe ku mu i shkon ketë si me smime, pe zyres regulatore, tash neve na ka qitë për shpije në një farlivalli pa, edhe i ka dalë me tezë ka tja, urnon një rrymë. Kush për do me bleti, kur këshiron është s'ka kërkush tjetër, edhe kjo i ka privilegjet e ligjore që konkurenca s'muje, kompanit nuk muje konkurojnë. Edhe kam bo dëlshime për me kamuflu su kur ka treg të lirë, mund me konja 2 muj, 3 muj, mandej kemi më ra me njëherë në monopolin e kriju. Ligjor është, e ki edhe e ki thirrjen për sekretariatit për energjin vjen, revidimin e kontratës për me liberalizu tregun, e ki Komisioni Evropian, ju ka afru edhe miliona euro ndihmë për me rregullu tregun, edhe ka dalë kundër këtij vendimit zërëjes. Mirë po, na nuk e kem besu. Kurrëherë se kem besu që nuk e gjojmë shtetin. Nuk e ke besu që shteti i merr parasysh kërkesat. Nuk e kom besu, s'kom bo as një përgaditje, su kur me thonë një grupit vogël të interesit i hecë ky vendim në raport me 60% ekonomisë. Nuk e kom besu. Nuk e kom besu që i ka shkallë dytë kaq me ignorancë gjykatës kaq pa dije. Unë nuk e di tash, kisha pas qef me ditë edhe gjykatësin, mi u dhonë sugjerim fëmijëve të mi mos rrinë me fëmijën e tina. Pse? Pse ai kujt i ka bo shërbim? Kujt i ka bo shërbim kur ai në shportën e familjes vetë ka 10% tash te Ramiz Elkosi që pi thojmë na, që ka thonë duhet me zbatun 6 milion euro duhet më shtin çmim të shportës qytetarëve. Pra në rritje, rritje konsumin. Njëherë 6 milion euro. Sepse du të mi marrë dika që tash shtrajtojnë çmimet, realisht për bjen. Trefishi është në pyetje. Na kem ma shtrajtë se Gjermania, 185 euro ka Gjermania për bizneset.
Sa e kena na? Tash 270 para shihet më shkullë dhe në 400 si pas berzave dhe ngarkesave dhe të menaxhimit të kompanive tona pa ofta për me siguru treg të konkurencës. Shkaku që bëjmë këtë bisedim mashtir në formatin podcast, zotë jam dhe, tash po du më ndalë të kjo aspekti. Do më thonë, të kundërshtit që ndodhen nga odat të ndryshme të Kosovës, nga shoqatat të ndryshme, nga bizneset. Çka u kërku prej bizneseve dhe odave që nuk u mur, se ishte kjo, nuk u mur parasysh, do më kritika atë që qeveria nuk e dëgjoj zërin, pra nuk fare. Kjo ishte e para. E dyta, qeveria po thot që i kemi ftu në takime e të gjitha, kemi bisedu edhe kemi pa mundësit, pasi filloi ky procesi gjyqësor dhe në fund situata qyshet. Çka kanë kërku bizneset edhe këto kompani që kanë mbi 50 punëtor nga shteti? Do të thonë, kemi kërkuar liberalizim tregut energjetik, por të përgatitur. Pas kem qita pote, kemi thonë, është dalë dhe fjala edhe një vjetë të përgatitemi, ajo nuk, do të thonë ti nëse e përgatit për 10 ditë, ne jemi të gatshëm. Qysh ka qenë protesta? Për me mbrojt për bizneseve, ashtu kish mujt me konë radha e bizneseve me hiparan për me marë kontratën. Nëse i shkon tregu reali, liberalizum. Jo me... Pra, kërkesa ka qenë shtyrje për përgatitje. Po, kërkes për përgatitje dhe kërkes e jone liberalizimi tregut energjetik. Sa kish mujt për shembull kjo me marrë kohë? Tash është kjo pyetja tjetër, a kish mujt kjo me shku në pafundësi, për shembull? Po çush i kanë problemet e zërreja që janë me të pa bord. Apo çfarë kushtesh janë ata për me marrë vendim kaq të madh? Pse e morën vendimin në nguti? Vakum parlament skemi. Kush? Kujt i japin ata përgjegjësi? Kuj kanë ata muskuj që po mujnë me bo punë kaq të këqija edhe kundër 60% të punësumve në Kosovë? S'ka biznes, nuk ka biznes. Qem shtetë ta? Të ke punë të drejt për drejt të trefishi i pagesës. Pse me shtetë? Pro kjo e rrit çmimin e konsumit energjisë elektrike, ju sot si kompani, si korporata paguni më shumë. Ata që prodhojnë do të rrisin kushtimisht çmimet e produkteve që ne i përdorim që qytetar. Apo bën që ashtu? Nëse na jemi boe targeti plaçkës. Ju po quni targeti plaçkës. Po targeti plaçkës se ja kanë mundsuar një biznesi privat në kurrizin e bizneseve tjera me bo biznesaj. Aja ka me ligj ja kanë lejuar fitimin maksimal. Nuk do koment mo. Edhe i ki pas këtë bizneset në rrugë të bërtit, ata s'e ndalë kur. Ata veç, tash edhe po, muj me fol me amendje, po unë ju kom boftese këtyne të zërrejës, të gjithë komplet, pagat dy fish në zyret e mia. Nëse keni përbugoje këtë punë të keshi, mëse... Do më një ka ofru më punësu në kompanin... Fix, ja u kisha boe para dite marë, mas dite me kompjutera, me krejtë dhe qatë ty ja u kisha bo paga 2 fish, se më kishra ma lirë, se më tash 200.000 euro që japi ma shumë, i kisha shpenzu me pësu Kosovën pe hallit që janë rata. Është punë që shihet, unë e di që e din ma mirë ata se unë këtë problem. Nuk janë padishëm në këtë nivel që me bo punë kaq të keqe. Sepse ata e ti... E përmendin një shifër që po du më ndollë, do më thënë, jetu full për 2 kompanit, apo për njërën kompanit që tash me liberalizim të tregut ju do të pagune 200.000 euro ma shumë një vetë? Me të mija. Me kompanit. Një analizat. Kjo i bje që ju... 200.000 euro mu më shkojnë, nuk e di ku shkojnë. Zdi që ka fitu, aj që mi ka marrë mu 200.000 euro, e po mi merë, po mi qënë, ku pi qënë? Kujt pja e paj? Shkam ka mu, shka ka ato që pja e. Apo merë edhe vetë në tua, qa puna? Kontrata ma fatale. Në Evropë, se shitja e rjetit kelcit me termat e sajna, në 2013 nuk ka. Nuk ka. Ja ki shit 26, të honën me ngjesi kanë qitë 32 në ark, ja ki falë 800 milion euro asete.
objektet të ke fundi që na mujmë mi kuptu, hajde nuk e dim që janë rrjetat, po e dim që janë objektet në sheshet e këtë qyteteve të Kosovës. E dim që janë tokat, e dim, tash për shembull edhe investimet. Ti kimi bo investimin, e në fund kimi në nëshkru me dorë tonë me thonë, këto kalojnë si asetet të Kecit. Edhe e blen 100 mijë të kushton një trafo, me krejt ato në fund. Edhe një taks, pse po të lejon mi marru. Edhe kalon pronësit tina. Si investim. Këto nuk di. Në sytë shtetit. O, shteti... Jo, se shteti është atë, shteti është për me mbikëqyrë. Na shtetin, po qalojmë me maru shtetin, se e maruat për njerëzve të shtetit. Njerëz se bëjnë shtetin. Qak na ka ndodhë neve, ka që ignoranta, ka që pun të huj me po shtetin. Kja pa të më dëgju edhe një pick-up me qëra që është ku në për Prishtinë, 500.000 euro. S'di ku janë ta njerëz, në sytë tonë pe bojnë që të punë. Ajo që shenisa fillimisht diskutimin ke aspektit general, të më thonë sepse me shumë njerëz që kum bisedu gjatë kësaj periudhe të ndryshëm, nuk e kam pas qartë çka është liberalizimi i tregut. Çka i bjen kjo, do më thonë nuk po flas njerëz që janë të fushës, pra jo njerëz të fushës që merren me sektorin e energjisë, po njerëz që kanë edhe kompani dhe korporata, dhe shpeshher kritika ka qenë me të drejtë ky aspekti i mos transparencës, mos informatave të duhura edhe për kompanitë për me donë treg lirë. Do më thonë, sot më shumë i vetë, çka është që ky tregu lirë, njerëzit se din më ta shpjegu. Edhe prandaj pyetjet këtu në publik kanë qenë, si me thonë, të drejta për faktin që me kuptu njerëz si proces. Prandaj unë një pyetja pak, çka është tregu i lirë, çka i bjen që ky liberalizimi i tregut, a ka në Ballkan dikon, që e bisedum, që është në vendet tjera të rajonit. Dhe unë dalëm pasaj te kjo problematika dhe kërkesat e bizneseve të Kosovës për shtyrje. Te pjesa tjetër, tash po du me fol, jo e patët një moment jo të mirë në vikend, pra u shkoq rryma, ju keni kompani, keni marrëveshje, po bënoj bizneset të ndryshme të Kosovës kanë marrëveshje të ndryshme me institucione të ndryshme të shteteve në Bashkimin Evropian. Ka kontrata të cilat duhet me u zbatu, ka penalizime për atyre kontratave. Qysh e gjetë që kjo situatë? Shive, këta e bon njerë i morën vendimet i morën për një zyrë të vogël pa informatat të rinit. Vetë liberalizimi e donë kur është në rregullaj, kur është në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, është avokati, zyra avokatisë për mbrojtjen e interesave të biznesit. Cila ke adresa jonë për diçka? Edhe me një herë gjytën të keki. Kanë orë pa kontrata, se bizneset nuk i kanë pranue, realisht, as sot se pranujnë, as i herë s'kanë me pranu, sa e du të me konë interes i biznesit, ti me lyp. Jo, pra nëse s'ka interes, atër ka me po gjithmonë problem? Po s'kem qysh me ja bona me pas interes me ta trefishu, me ta marë pej 1 euro, 3 euro, se pej 1 milion euro, 3 milion euro. Pse? Qysh? Cili është interesi? Edhe nuk kemi adres ku me adresue. Si çështje? Jo, s'ki. S'ki ku ma në kupi bjen, api bjen? I kanë që faturat keki. Ata të mobilizum, natën i kanë që, 3 natës. Ma heret, 2 muj si furnitori fundit. Edhe të gjitha faturat kanë ardhur dy fysh. Me vitit para prak, nuk njëjtë. Me 2024, për shembull. Kanë ardhur çështë. Edhe krejt bizneseve. Po ajo kon me datën e caktuar deri kur ai e ka përgjegjësinë, nuk ata kanë bërë kaos, nuk din çka kanë fakturu, nuk kanë pas të qartë cila është fatura në bazë shkafit, cilat janë komponentat e faturës. Qysh janë ato? Edhe e kanë bo me emergjencë, tash e ki një 3 muj, nuk din kush qa pagun, kujt i pagun. S'ka kur far kontrole. Kur far kontrole. Kjo është shqetësuese, është shqetësuese, çfarë po thonë, sepse ka qenë takimi me qeverinë, me kryeministrin. Ja kemi thonë tavolin. Edhe ai a di çu ka qenë interesant? E boni pjesën e parë të bisedës, e boni kërnaqje e bëjshme. Të ankesave që shku puna, që
ka shku periudha e kontratës e sektori energjisë. Po pjesën e fundit e boni sikur ai s'ka kur gjë në dorë. S'muj e bën këtë punë. A ka mujt me bë? Ka mujt me dalë bile me neve në protesta, edhe me neve me dalë. Pse? 13 milion euro i hub buxheti i Kosovës tatim në fitim. Tash unë duhet me i quhe... Qysh i hub që to 13 milione se muj me shpjegu? Unë tash fitimet i kom ma të vogla. E 10% është tatim fitim. Nëse 130 milion euro i kemi fitimet ma të vogla si biznese, duhet me jaqu fakturat, me thonë, lirona pe tatim fitim s'mujte, me të thonë, sukur të kem thonë për para. Pro, bjen automatik. Bjen, adhe është, dhe me thonë, qeveria është pal humse, është në hallin tonë, nëse është buxheti sukur i joni i bizneseve, dhe ata luftojnë për buxhetin e shtetit, ata e në pal humse në këtë rast. Edhe nuk e kanë adresën ku shkojnë parë. Tash fatkeqësisht biznesi huj, fitimi huj. Në këto investime nuk po, e kemi pas. A ka kjo se tash këto kompani të cilat licencohen nga zoreja, ato funksionojnë në Kosovë, paguajnë, pastaj ato paguajnë tatim në Kosovë, krijohet tim punëtor në punë, a s'është tash kjo pjesa tjetër që dikush e shet mirë këto si zhvillim? Po na thojmë. A tash unë ju kuptoj, e falet ju pjesën e juaj. Domethënë aspektin biznesor, problemet juaja. Po kjo pjesa tjetër e zhvillimit dikush po thotë që po ato kompani tash në Kosovë shtin njerëz në punë, paguajnë tatime, mund mi mblu këto pjesën e tatimeve të cilat ju i zvogloni, edhe bëhet e njëjta shifër le të themi. Shumë e vërtet kjo. Nëse kish pas treg përgatitur. Këtë që po thu është në rregull. Sepse ti kompanit kanë harru që i kanë të regjistru me kompanit, se dhe në 2014-13 ati i kanë regjistru si tregtar të energjisë. Po ligji nuk ja u ka... Unë s'di që shi dhezen, edhe si kanë kushtet e njëjta. Nuk kanë me mujt me operu. Intimisht, për ditër mujt, s'ka me mujt kush me konkuru e keskën. Përbese ajo mund mi bo 10 kompani me emna të ndryshme, edhe ajo me lujt me oferta, për ndryshi këta që se kanë qatë lidhje dhe të harrojnë që mund me shikë. Që kjo është një nga temave kryesore, domethënë infrastruktura e njëjtë, që ajo është liberalizimi i tregët. Çka liberalizim? Hajde ta krahasojmë për opinionin publik. Vola, Hipko, Telkosi, të tjerat, interneti. Po. Pse po kemi oferta më të mira dhe këto për shkak konkurrencës në treg. Një po njëjta s'ka mundësi me ndodh në energji, se nuk është. Pra nuk është një kesko tjetër. Atë treg nuk e kemi rregulluar në atë furnizimit me internet. I ki sa operator ki, qaq rrjeta ki. Kablave ki po që shënë për. Edhe tash njëjta i zdash më shku. Kur oferta e internetit edhe këtyne që i kemi televizionë kablovikave. E njëjta. Pe fuqis edhe shkasive të bizneseve me pru oferta ma të lira. Me hek dorë për fitimeve me të dhonë ma lirë. Ose me kryuaj eficiencë biznes në vetë, që me mujtë më shqitë ma lirë. Për shta është në Gjermani, për gjysë qytetarit, na bizneset duhet me pas ma lirë, gjithë kënë botë e ki. Ma lirë e ka biznesi se ambisnia. Se pa ekonomi, ku blen ambisnia? Ku merr pagaj? Po veç tash hajde të kthehemi te këta që janë në ambisni, ata thonë pse na me pagu ma shtrejt, pse na me pagu ma shtrejt se biznesi. Po mirë, tash shteti në vendet tjera është në anën e biznesit, zhvillim ekonomik, punësim, logjika. Edhe logjik, ai që pagun në ambisni është kuptoj të logjika. Po pyetja me po bëj edhe për atë qytetarin që ka dalë. Nuk kem të lypun ashtu. Mirë po, kushte ma të mira, rrim ma lirë. Për shkak ti e ki rastin Berës, vitin e kaluar Berës o kon 0 euro me ble. Ka pas të prit. Në Berëzën e Hungarisë. Po. Zote, për shkak që po shkojmë ka pjesa ka 10 minuta të fundit maksimalisht, pra po e kthej për shikuesit, lexuesit e këtij podcast, përballë podcast në telegrafi.com për me mujt me zbërthy qatë. Unë kom qef zakonisht na me bashkë bisedu me zbërthy. E nesër me
problematikën, e nisëm me aspektin e liberalizimit të tregut, me sfidat dhe protestat që ishin në proces, dhe te pjesa e fundit po du pak me diskutu të ardhmen e qëti procesi si jetu e po. Pra, sot jo, kompani tuaja, a e rikthyt energjinë elektrike, apo vazhdoj që ajo problematika që ndodhe me atë vedon e famshme ku... Dhe më thonë unë e kom obligime. Për shembull, autoriteti i shtetit Kosovës më varet edhe pe autoritetit biznesit tanë tregun gjerman. Okej. 1400 punësum, bashkëpunëtorët mit, 900 punojnë tregun e liberalizum Gjermani për proceset që i ka si prapavi liberalizimi i tregut energjetik. Këtu punon i merr fizilloj me 4 vjet. 5, unë s'di kush punon në Kosovë për me mbikëqyr liberalizimin tregut energjetik. Pra ju keni obligime ndërkombëtare, le të themi me shtetin gjerman, me kompanitë. Unë aty nuk kum guxum ju thonë se qeveria jone dhe RZRE-ja jone ma kanë olë energji, ose kena ardhur çadit. Na i kemi si barë bizneseve, kemi energjinë që sa vjet me agregata, me përgatitje teknike. E çka ka ndodhur tash me biznes? Çush tu funksionu sot me ai ke dhëz agregatat, që kjo është çështja, ai hinë në sistem të liberalizimit. Unë e kam si kujtim këto, edhe dhëmshëm, në kohën kur shqiptarët e kanë pas periudhat këqija, edhe ka pas dalë një këngë. Top si doda, pe planqorit, marron shpinë Cërnëgorit, jo me hate, po me qyk të zorit, jo ma larkë se të dera a borrit. Neve na kanë obligue, na jemi qyk të zorit, se si jam shku në mja udhon 200.000 euro aty në me qef. Obligim. Me qyk të zorit, në volle. Po. Edhe që kanë bon, nuk është liberalizim. Thuju, edhe në tjerat podcast, nuk është liberalizim, po është monopolizim me ligj. Do më thonë, ligji e mbështet monopolin. Edhe i dhunon bizneset në drejtim, s'ka konkurencë treg. Pse mës më konë tash të na 110 si në Macedoni rryma? Ku janë ata më të fortë se na? Cilin prodhime kanë ata? Çfarë resurse kanë ata? 110 euro kanë ata. Macedoni. 110 e kanë Malzi. Pse? 160 e kanë Francë. Për shka 270 na? Kush e boni këtë punë? Për shka? Kuj qojnë parët? Kuj t'jepin? Pse mi merë muja e dikuj tjetër ai? Ku i shkon interesi mi up 13 milion euro taksa? Kush shka bon këtu? Pse s'më dëgjon neve? Mu shumë për më ka pengu gjysame. Më ka pengu kur e kom pa punëtorin e kecit të dridhët urd të ju dhimt në mëra prej rrënjën. Për shkak të mbjetesës nuk e ka bu me vullnet. E ka ditë që është ushtari që tërkuj në ndomë të popullit vetë. Edhe policë njëjtën gjë kanë bërë. S'kan pas agresivitet në rase, po të mundu, po kemi kry detyrën. Kemi kry detyrën. Kush i rëndaj për një shtunë 1.300-400 biznese me i sulmue. Ka murën atë të fuqisë. Kur u përgatiten me ekzekutu. Vendimet e mira avanojnë nuk vinë hiç. Ja zgjasin afatet. Vendimit kesh për një ditë. Qa ndodhi këtu? Duhet me hulumtu. Nëse ka dikush që e din, e zbonzo e bajt në shnet. Po nëse ka dikush që është manipulue, nuk e din, su ku do komentatora, po din, e që i bojnë për këse, janë të manipulu. E mirë, te kjo situata të fundit, do më thonë, sot, si që atës po du me, e ke bo zhjitën me agregat, a ke bo? E kom bo e fazën kalimtare me agregat, e kom bo kontratën, pa e dit me kom t'i boj, pa e njof, pa ofert, po për emergjensë, su ku krushkon t'i... Kontrok, si me shku në emergjensë, po të kuptoj. Akuzon me vetë ato sa kushton infuzioni, qitë ma aki. Qështu e puna? Qështu e kemi bo në liberalizimi. Nga kiameti... Po si janë kompanit, nuk janë kont përgadit në për me dit me tabor dhe ofertën. As nuk e kanë të kjartë sot, as nuk janë ndamë rolet e akterve në treg. Qa furnitori, tash për shembull, këta e më njëherë, kemi edhe këtë taksën e rrjetit.
Ose di kush e ka menu ato 40 euro megavatin Kur e përmendet qito 200 shifrën e Kosovës me rajon, edhe një herë nëse mujme potencu, so është? Unë se komentojnë, nuk është 270, po ofertat e para kanë qenë 270. 270 euro për çka? Megavate. Po, 110 është Maqedoni, këtu 270. Të marrin si krahasim. Mirë po, tu e po protestat e kamionat e tu e po këto, kanë bu do kompromisin rënë 180. 85, në barë që shkanë bu. Po neve kamë në apritë dhe 400 euro megavati. Te fundi e këti podcast si rjedh, po du me po pak te perspektiva, do më thonë, çka do të thotë kjo për investitorët, për bizneset, për këto problematika, do më thonë, po që kjo situatë i shkon para kur e kenis 20 vjeta, 30 s'ka me rëndësi, a kishe hin trek qështo? Une me thonë drejten, se tash jem gjenerat që i kumë përbalu me të nishën e dhejsat. Edhe kumë pas zgjidhjen për dalim për tjeve, se jam me fëmi i prindit përkosisht në botën e jashtë me atje ka vdik. Edhe si jam hamendin shuvenin tam. Su ku me thonë me smundje e kam, këtu. Edhe nuk më konë shumë adhuru si investimet huja, se investimet e huja janë fitimet e huja. Jo mu mashtru su kur do investimet huja. Unë jam konë me i rritë investimet dhe fuqin tonë ekonomike, për mes bizneseve tona, edhe me pru, unë jam pronari bizneseve këto. Nuk jam shërptori dikujna. Edhe nuk i bartë një në partë me thesë me i qu këtu, edhe nuk shesën e nuk e prishi pyllin e Kosovës me qu me i bo ekonomi Kosovës. Po jap shërbime, tafsive, trenis tonë. Zote Hamdi, nuk ka diçka më të mirë me përfundu se me këto që e them fund, se një shembull suksesi që dikush i vjen e investon edhe don me zhvillu në Kosovë, tregun për problemet, sfidat e daljes në tregun e lirë të liberalizimit të energjisë elektrike, problemet të cilat këto do të mbesin edhe tutje, sepse kemi vendime të gjykatave të cilat ju e dini se çfarë ka ndodhur pastaj gjykata supreme e rëzoj vendimin, kemi njoftimet që i kanë shku kompanive, ka paqartësi në treg, ka mos informim të dur që unë e kom kritiku prej fillimit, ka mungu mos informimi i dur dhe për shkak të mos informimit të dur, besoj që ka arë situata dhe kjo kështu. Ne, unë për shkak me pas marrëdhënie të mira me një kompani të filmave. Ky del, do më thonë... Një film i mirë për Netflix? Energjia që shka shkue pas luftën në Kosovë. Del një film sërrat. Nuk e dija thriller, horror, do më thonë Gjermoni që shka thonë kek atje, ka thonë, unë kom pa, edhe kom menagju shumë shka, edhe ka pas, o kom boj korrupcion i malë. Po s'kom pa unë sukur në Kosovë që si intereson vendi vetë kërkujna. Bojnë korrupcion, gjithë kënë për botë, po këtu krejnë. Zote Hamdi. Edhe kjo është, do më thonë, për qytetarët, jeni të damtum, jeni të damtum, mos u habetni, une e thom, që to që pindjej, që pidi sot e merë një vesh ju nesër, mos më sulmoni në për Facebook, ase po mirë i të... Njerëzit mund me fol, tash në demokraci s'po du më marrë me tjerë, po në demokraci njerëzit shkrujnë, folin për qëndrimet të ndryshme, për veprimet të ndryshme, po na folëm te kjo aspekti, po shpresoj që kjo çështje të rregullohet paktën që mos jetë ky konfuzioni që ka ndodhur në publik edhe në diskurs sa i përket paqartësive, paknacive, sepse edhe sot odat ekonomike të Kosovës, duke përfshi odën ekonomike të Kosovës, dhoma në tregtisë, shoqatën e prodhuesve, oda amerikane të gjithë, edhe sot po bojnë thirrje që kjo të ndërpritet, që kjo të shtyhet për një afat të caktuar, të kërkohet një përgatitje më e mirë. Realisht kjo nuk po ndodh për faktin që ju e thatë jeni detyruar me një farë mënyrë edhe dhoma farizmit.
Edhe dhoma afarizmit, absolutisht. Po, jam në bordën kuvendit. Kështu që po shpresoj që do ta diskutojmë këtë temë përsëri edhe me të tjerët, edhe me në një podcast ta kemi edhe palën edhe të zërejës, edhe për me mujt me pa pak për publikun. Asnjëherë si ka marrë kërkush, se që në shku kërku. E din ata që na e dim. Edhe s'vjen. E jona është me dhona hapësirën edhe me bashkëbisedu. Muhamet gjithmonë në Kosovë nuk po dalin në Treza ata që pidin që s'kan që thojnë. Sepse janë të shtymë me marrë vendimet këqija. Mirë po, le t'jemi, unë e di që shqiptarët nuk bojnë veprimet në preventiv, po mas pasojave. Mas pasojave, tash për shembull, pisho që kjo është e pjesa që jeton truha dreshit. Në kaos, përfiton. Edhe janë përgatitur kështu, i kanë mrej briskit me bo shërbime me jetu në truha dreshit. Në fatë kësin e kombit vetë. Edhe kësë përdërimi situatës, edhe politikisht. Një që regullim, pe këtyre 60% punësumve që thash, na edhe që ato pirujmë. Unë e rujë këtë dhamë ma shumë se desat. E kumë rujtë ma shumë se krejtë. Po besoj që edhe në tarë, zote, faleminderit shumë për kohën në përballje podcast ku diskutuam për problemet, sfidat që kishin dhe kanë kompanitë e Kosovës me dalje në tregun e lirë të energjisë, ajo që po quhet liberalizim, problemet, sfidat, pakënaqësitë dhe pasojat që mund na përcjellen në vazhdim. Kjo është shumë e rëndësishme. Faleminderit shumë për kohën edhe një herë që erdhe me neve me ndotë të gjitha këto diskutime. Lutem. Shkëndëruar ishte me zotin Hamdi Malushaj, me cilin falim për problemet dhe sfidat, pra të daljes në tregun e lirë të liberalizimit të energjisë elektrike, një temë kjo që do të na përcjell edhe gjatë muajve dhe viteve të ardhshme në Kosovë. Shihemi në përballje podcast tjetër të radhës.